Thënie nga filozofi me famë botërore Konfuqi. Konfuqi konsiderohet filozofi i mbretërisë qiellore si dhe perla e Azisë. Citojmë disa prej thënieve të tij. Kushdo që thot se nuk mund të bëhet, nuk duhet të pengoj atë që po I del. Kush I njeh të gjitha përgjigjet, nuk I ka bërë të gjitha pyetjet. Vlera mësuesit dhe pesha e qiellit nuk mund të maten. Kemi dy jetë, dhe dyta fillon kur kuptojmë se kemi vetëm një. Si mund të njohim vdekjen, kur akoma nuk njohim jetën? Mëshirë dhe bindje, këto janë rënjët e njerëzimit. Kush mëson gjëra të reja duke pa gjëra të vjetra, mund të quhet mjeshtër. Nuk më vjen keq që njerëzit nuk më njohin mua, më vjen keq që unë nuk I njoh njerëzit. Ai që mësoj të vërtetën në mëngjes, mund të vdes në mbrëmje. Vetëm njeriu I vërtetshëm di të dashurojë e të urrejë.